Kohët e fundit janë shfaqur disa raste sporadike të ndotjeve ku nuk janë në zonë industriale, që është zona ish kombinat metalurgjik, por janë në periferi, kryesisht në fshatin Villas. Këto ndotje kanë ndodhur si rezultat mbas asaj inspektimi që kemi bërë. Edhe pse ne marrim monitorim vazhdueshëm, jemi në korrent të çdo situate që krijohet, kemi informacione si edhe nga anët e zjarrfikseve, po ashtu është vënë ndjeni dhe policia e shtetit për të raste. Akoma nuk kemi gjetur personin i cili i kryen këto veprime të paligjshme dhe janë kundërshtim dhe na krijojnë problematika, sidomos në periudhën e verës tani që zjarret janë një problematikë e madhe. Ne akoma kemi shtuar më shumë inspektimet në këto zona. Sipas verifikimit të inspektimit të kryer në terren, kemi parë që persona të pandërgjegjshëm kryejnë abuzime të kësaj natyre, i vënë zjarrin mbetjeve të ndryshme për efekt përfitimit të metaleve, të cilët i përdoren për shitje për skrap. Por në momentin që ne kemi kryer inspektimin, nuk kemi arritur të gjejmë personat që i bëjnë këto veprime. Jemi gjithmonë në korrent, monitorojmë këtë situatë vështirë që lindin dhe mund të lindin dhe të tjera, sepse kjo është shtesë vulnerabile që kërkojmë në çdo kusht përfitojmë edhe atje ku është më problematike. Por, për fatin e mirë, zona e ish kombinat metalurgjik, zona industriale, është një gjendje optimale. Nuk ka asnjë lloj problematike, asnjë lloj ndotje për momentin. Pas ndërhyrjeve të shumta që është kryer nga ana ANJON, nga ana Inspektoratit Kombëtar të Mjedisit, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Agjencia Rajonale e Mjedisit, nga IKMT-ja, Sierra Rajonale dhe IKMT-ja kombëtare, në gjithë të rastet ndërhyrje që kemi kryer në atë zonë, ka krijuar instabilitet tani për sa i përket problemit të ndotjes.